Secili duhet kujdeset për institucionin që drejton, jo të shote fusha e të tjerëve, tha kryetari i Kuvendit Afrim Gashi, duke u përgjigjur kryetarit të gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski, i cili kritikoi legjislativin për mosbatimin e detyrimeve që kërkohen nga gjykata kushtetuese. Në lidhje me faktin se për disa ligje nuk u respektuan afatet e vendosura nga kushtetuesja, Gashi tha se ky nuk është faji i Kuvendit, sepse ndryshimet në ligjin që e përmend Kostadinovski i bëjnë ministritë e ngarkuara për këtë. Çdo koordinim ka përfaqësues të qeverisë dhe kur kemi një rast të tillë, ne gjithmonë pyesim se deri ku është ligji, shtoi Gashi. Secili duhet të kujdeset për institucionin që drejton, jo të shoh fushat e të tjerëve. Duhet të kujdesemi më shumë për institucionet që drejtojmë, sesa të shohim se çfarë punon tjetri. Si politikan, nuk hi në konflikt me institucionet e tjera, por kur shohim si funksionon institucioni që drejtojmë, ai funksionon më mirë. Unë shoh se si funksionon dhe prej atje udhëhiqem në drejtimin e Kuvendit. Pa mendim nga qeveria, nuk mund të ndërmarrim hapa të caktuar. Kostadinovski në një intervistë për podcastin Ku janë parat, kritikoi se Kuvendi nuk i zbatoi vendimet e gjykatës kushtetuese. Për këtë ai theksoi se nuk do të jetë më tolerant ndaj legjislativit, i cili sipas tij është një organ kushtetuesisht i padisciplinuar. Ja не сум сигурен дека веќе ќе бидам толку конструктивен спрема законодавниот дом. Ja, на последната пресконференција годишна кажав медениот месец за собранието заврши. Ние 3 шанси му дадовме на собранието. Првин беше законот за електронски комуникации, му одредивме рок 2 до 3 месеца не ја почитува нашата одлука. Му дадовме рок да не настане несогледливи последици за кривичниот закон, за измените на кривичниот закон. 10 месеци. Тоа ли е однос према Уставниот суд? Ја често викам, собранието е уставно недисциплиниран орган. Kostadinovski vitin e kaluar paralajmëroi disa herë dhe caktoi afat që Kuvendi të miratojë ndryshimet në kodin penal, por legjislativi nuk respektoi afatet e vendosura, të cilat i kërkoi edhe Bashkësia Ndërkombëtare.